Po them një gjë, për të ilustruar atë që flitet për arritje. Padyshim që ai regjim luftoi analfabetizmin, apo se Shqipëria ishte analfabet, 90%, dhe hapi shkolla. Po bën gjithë ato punë që në fakt ishin punë të popullit shqiptar. Po merremi me shkollat, ë? Jo, duhet të them diçka tjetër. Po merremi me shkollat, apo jo? Çoj shkolla gjithandej. Mirë, po ky shkollim që është një arritje, ka dhe anën tjetër të medaljes nga e cila ti nuk mund të ndahesh. Sepse ishte një shkollim që bënte lavazh truri shqiptarëve nga mëngjesi deri në darkë. Pra ishte një shkollim i politizuar, shkollim që nuk të mësonte vetëm, por të manipulonte trurin. Dhe pikërisht në saj të këtij shkollimi, janë bërë dhe shumë krime, në kuptimin shumë hetues, ushtar që të vristin kufi, shkrimtar që kanë shkruar, gjitha, apo jo, për atë regjim që e glorifikonin, e bënin në saj të këtij shkollimi. Ja pra ana negative e asaj që quhet arritje. Pra, dhe atëherë si do ta masim arritjen? Unë mendoj që arritja matet me Shqipërinë në 91-shit. Shif shqiptarët, kujtojnë që imazhet e shqiptarëve që iknin, që merrin në jetë, për të kuptuar arritjet e atij sistemi. Unë mendoj që arritjet shikohen me Shqipërinë që kemi sot, që është një katastrofë, sepse u ndërtua, siç thash, nga ata njerëz që u kulturuan, u shkolluan në atë shkollë. Prandaj unë kam të vështirë të flas për arritje në këtë kuptim. Historia do t'i regjistroj, padyshim. Po, mos t'i vëmë emrin arritje, këtu e kam problemin. Historia do t'i regjistroj si gjëra që ndodhen, si ngjarje. U hap një universitet, të thuash, u bën shkolla, u bën këto. Fjala arritje mban qëndrim. Se keni dëgjuar ju pushteti sovjetik, thoshte ai atëherë, është revolucioni, thoshte pushteti sovjetik plus elektrifikimi i vendit. Na e quanin si një kështu gjë të madhe ne, elektrifikimi i vendit i Leninit, si thënë i Leninit. Po çka ka bërë Stalini, janë vrarë 20 sa milion janë vrarë atje në Rusi në kohën e Stalinit që bënte edhe elektrifikime. Tani ka përdorur të burgosurit pafund në për gulagje që të ndërtohet ai. Edhe këtu janë përdorur pafund burgosurit për të bërë fabrikat. Numërojun fabrika, se sa fabrika kanë kaluar bashkëvujtësit e mi, kupton ti, që nga Superfosfati, e Rubiku, e Karavastaja, e Cimento Elbasanit, aeroporti i Rinasit, janë pafund, që i din dhe nuk i din të rritë, kupton, në këtë historinë që do të na tregoj Milo. Pra, kur ajo e Ballçit, e rafineria e Ballçit ndërtuar nga burgosurit, a kupton ti? Arritje do ta quash ti fabrikën e ndërtuar me djersën e njerëzve që mbaheshin nëpër burgje? Është më komplekse. Prandaj është mirë që... Po hekurudhat e ndërtuara në mënyrë vullnetare me aksione të gjithë shqiptarëve, të burgosur edhe jo të burgosur. Ti quajmë arritje? Po. Pavarësisht se sot nuk i përdorim, edhe i kemi lënë në gjendje të mjerueshme. Hidrocentrale, ti quajmë arritje? Keni parë juve në një shtet normal. Që po i përdorim akoma dhe sot? Keni parë ju në një shtet normal që i merr të rinjt me dhunë, se me dhunë që nuk janë vullnetare ato, i çon 1 muaj, 2 muaj punë të papaguar atje dhe thot po ndërtojmë hekurudhat ne për të ardhmen atë dheut? Po sot mos kishim hidrocentrale, zotë Luboja. Po i shfrytëzojmë akoma. Po i shfrytëzojmë akoma. E di si flisni juve, më fal. Jo, po unë po të pyes. Sikur Shqipëria po mos kishte qenë komunizmi, nuk do të kishte, po do kishte ndryshim, ka qenë shumë normale Shqipëria. Shqipëria, kone zo, ka qenë shumë normale. Shumë normale. Ka pasur prona që njerëzit, ka pas komunitete që jetonin në paqe, ka pas sigurisht, ka qenë regjim autoritar, ka pas dhe ignorancë pa fund, se s'do të kishte dalë ky regjim pa ata ignorancë, ata u konvertuan u bën komunist, ata shqiptar u bën komunist, kur e kërkon të keqen, kupton, nga ignoranca u bën komuniste, u bën xhail, kupton? Ky është problemi. Po Shqipëria do të kishte pasur një ecje më normale në komunitetin e popujve të Evropës, sikur të mos kishte pasur këtë regjim. Nëse ju kujtohet së fundi një historian që s'ka lidhje me
persekutimin në Shqipëri se ka qenë i persekutuar apo komunist, Noel Malkolmi, kur flet për të keqen e Shqipërisë, që jeton dhe sot dhe prapambetin e Shqipërisë, thot mos shkoni shumë larg, se të shkojnë ke Turqia, ke Perandoria Osmane, thot, është 50 vjet komunizëm. Ajo është thelbi, izolimi komunist. Të mbash një popull në izolim dhe të quash arritje, kjo është e tmerrshme. Imagjinoni tash, në këtë moment që ne jemi mësuar që shkojmë në Europë, që dalim, që lëvizim, shkojmë në Greqi, shkojmë në Kosovë, shkojmë atje, imagjinoni një regjim që thotë, juve këtu se dua të sundoj unë, do t'ju vë një tel me gjëmbë rreth e rrotull dhe do rrini vetëm brenda këtu, do bëni dhe ca kampe, burgje, do punoni dhe atje, dhe mund të quhet